Të ngjatjeta shqiptar të nderuar. Shqiptarët historikisht që nga pavarësia e vendit pasi e kanë fituar një të drejtë, ka dalë një subjekt politik maqedonas dhe ka mohuar atë apo ka kontestuar dimensionet të saj. Kështu ndodh, apo të paktën kështu interpretohet se po ndodh edhe me korridorin 8. E ftuara e sotme në Dialog të Lajmi është juriste, është doktore e shkencave juridike, profesore universitare, por në transport dhe lidhje ka pranuar të jetë zëvendës ministre. Zonja Kaltrina Zekolli është e ftuar në Dialog të Lajmi. Mirëseardhje. Përshëndetje, mirë se të gjeta, faleminderit për ftesën. Zonja Zekolli, a do të kaloj korridori 8 përmes rrugës dhe a do të mundsoj lidhshmërinë natyrore të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë, apo do të devijohet? Kur do të dihet saktësisht se si do të veprohet me korridorin i cili duhet thënë që është historik për shqiptarët dhe i cili është i gjatë 1500 km? Padyshim, me bindje të plot, përgjegjësi të plot, them se po, do të ketë lidhje me Shqipërinë. Gjithë korridori ecën për mrekulli, puna realizohet shumë mirë. Dimensioni politik ose ajo ngjyra politike që dëshirojnë t'i japin opozita se nuk do të jetë lidhja me Shqipërinë është shumë e pavërtetë. Nëse do të ishte ashtu, nuk do të ishte ndërtuar as pjesa Tetov-Gostivar, as Gostivar-Bukojqan, as autostrada Kërçov-Ohër, kështu që në çdo segment të korridorit punohet shumë mirë. Në pjesën Tetov-Gostivar, trasea po shtrohet, Gostivar-Bukojqan ishin para disa jave, ka 4 ura kryesore, njëra u ndërtua, presim të ndërtohen tjerat, me pjesën Gostivar-Bukojqan jemi në fazën e pritjes së evaluimit nga Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim, kështu që në çdo fazë punohet me dinamika të ndryshme për shkak të problematikës ose natyrës së punës në atë pjesë të terrenit. Gjithashtu me Behtelenken ka patur spekulime se nuk kemi raporte të mira, unë i përgënjeshtroj të njëjtat, kemi raporte shumë të mira, kemi realizuar çdo pagesë të kërkuar prej tyre, është një projekt madhor me kosto prej 1,3 miliard euro, deri më tani 500 milion euro janë të paguara, vetëm për vitin 2026 dikun mbi 90 milion euro janë të paguara të Behtelenka. Kështu që nuk kemi asnjë pengesë. Ajo çfarë po diskutohet të ditë është pjesa Trebenish-Qafthan, është pjesë shumë senzitive për neve shqiptarët, padyshim se kemi shumë të rëndësishme lidhjen me të gjithë fqinjet, po aq më tepër normal edhe lidhjen me Shqipërinë. Kjo lidhje do të bëhet, lidhja me Struga nuk do të anashkalohet dhe lidhja me Qafthanën do të bëhet. Tash çfarë ka ndodhur këtu? Në momentin kur është projektuar dhe nuk është projektuar në kohën e qeverisjes son, ka patur neglizhencë ose mosmarrje të mendimit nga UNESCO. Ne e dim shumë mirë se sa të rëndësishëm e kemi statusin që gëzojmë në UNESCO dhe mundohemi ta mbrojmë me çdo kusht. Vëritjet e UNESCO zakonisht janë për objekte të cilat do të ndërtohen në të ardhmen, jo për ato ekzistuese, dhe projekti Korridori 8 është një ndër ato projekte që tek është në fazën e projektimit në atë pjesë. Në muajin shkurt në Paris, zyrtar të lartë qeveritar, siç është ministri i transportit, i ekologjisë, kryetari i Strugës, kryetari i Ohrit, ishin në takim për të shikuar se nga afër se cilat janë ato vërejtje, se çfarë mund të ndërmarrim dhe a mund ta shpëtojmë disi këtë projekt, dhe të gjithë bashkarisht me interes të përbashkët kanë tentuar që t'i bindin. Mirë po, ata kanë vërejtjet e tyre, kanë qëndrimet e tyre dhe janë të njëjta për të gjitha vendet të cilat duan të mbrojnë këto zona, dhe po prisim raportin përfundimtar. Është me rëndësi të theksohet se nuk kemi një vendim, atë do ta marrim në qershor. Çfarë po bëjmë për momentin? Po bëjmë një grup punues i cili po shikon modalitete dhe mundësi se si kjo lidhje të bëhet. Padyshim që do të jetë e përafërt, padyshim që do të lidh Strugën, atë e tham edhe një herë me shumë siguri, por që edhe do të përfshin edhe aeroportin e Ohrit, pasi që për momentin aeroporti Ohrit në projektin e parapar nuk është i lidhur. Edhe një gjë që është shumë e rëndësishme për t'i bindur, them, qytetarët se do të bëhet projekti edhe në atë pjesë, është se neve me Bankën Botërore si Ministri e Transportit po bëjmë rikonstruimin dhe zgjerimin e pikës kufitare në Qafthan, dhe kjo tregon se ne jemi serioz dhe lidhja do të bëhet. Pra, thoni që problemi kryesor apo çështja kontestuese e vetme është ajo që është bërë si vërejtje nga UNESCO.
Padyshim që po. Mendoj që kjo është vetëm tek çështja teknike dhe nuk I jap asnjë dozë politike në prapavi. Megjithatë, e vërteta duket tjetë pak më ndryshe, zonja Zekolli, apo ju mund ta thoni vërtetën tuaj nëse nuk është kështu. Ministri dikasterit tuaj deklaron hapur se nuk është problemi tek UNESCO, apo nuk është vetëm tek UNESCO. Aleksandar Nikolovski thot pa droj se ky projekt nuk duhet të kaloj përmes Strugës, për shkak të saktësisë unë duhet ta citoj, pra ja se çfarë deklaron ministri, edhe po të mos ekzistonte mbrojtja e UNESCO-s, unë mendoj se kjo trajektora apo kjo trase është bërë në zyrë, pra sipas tij është projektuar në zyrë. E përmend UNESCO-n si shkak të parë, por jo të domosdoshëm, të dytin e përmend lidhshmërinë që e thatë edhe ju me aeroportin e Ohrit, dhe I treti që është më I rëndësishëm, lidhja me Strugën sipas tij nuk është parashikuar në projekt, sepse projekti është parashikuar të jetë I sistemit të mbyllur, pra me hyrje dhe dalje. Hyrja është në Trebenisht dhe dalja para Qafë-Thanës. Pra I bie të jetë rruga Trebenisht-Qafë-Thanë. Struga do të jetë e kyçur, edhe me gjithë respektin për këtë deklarat, po ka dhe shumë deklarata tjera të ministrit ku ai edhe kryeministri e potencon që lidhja me Strugën do të bëhet, po shihet modaliteti që të jetë autostradë, mos të jetë një rrugë magjistrale, edhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe çështja është se edhe po të kishim realizuar këtë projekt që e kemi të parapar nga qeveria e kaluar, nuk lidhet Struga me aeroportin e Ohrit. Kështu që I bie prapë të përdoret autostrada Kërçov-Ohër. Prandaj ne po shohim që pasi që veç janë më vërejtjet e UNESCO-s, qëndrojnë, ato janë arsyeja kryesore dhe nuk duhet të dalim nga kjo e vërtetë, sepse këtu qëndron e vërteta, neve të shohim mundësi që me këtë rast, në trasenë që do të përzgjidhet, në qoftë se vendimi është I tillë, ta inkorporojmë edhe aeroportin e Ohrit që qytetarët të mund të kenë edhe atë linjë më të shpejt drejt aeroportit. Kështu që edhe po ripërsëritem, por që lidhja edhe Struga do të jetë e përfshirë, sepse nuk duhet të bëjmë dallime në aspekt të asaj se kjo zona I takon shumicës shqiptare ose jo, sepse në qoftë se është ashtu, Tetova është një zonë që është me shumicë shqiptare, gostivari, kështu që do të ishte për të gjitha segmentet. Ministri thot po ashtu duhet ta citoj se unë me mangësi të këtilla nuk mund të hyj në projekt që kushton 250 milion euro dhe I cili sipas tij do thot projekt për dikë që fërkon duart në Shkup. Supozimi është që dikush nga shqiptarët këtu në Shkup dhe në Maqedoninë e Veriut, pra fërkon duart se më shpejt do të arrijë në Qafë-Thanë, por pa u lidhur askush në rajonin e Ohrit. Pra vjen keq ta them, por ky është realiteti. Ministri trajton projektin si me qenë malli I babës apo I nënës vet. Mua nuk më jep këtë përshtypje, me vetë faktin se në Ministrinë e Transportit... Mua deklarata më jep këtë përshtypje. Me vetë faktin, mua veprat, unë shoh si veprohet jo se si flitet, me fjalë jemi të stërngopur, veprat flasin sepse realisht të gjitha projektet të cilat I kemi në Ministrinë e Transportit dhe për hir të së vërtetës janë projekte madhore, qoftë Kërçov-Ohër, që prej vitit 2014 nuk është prek fare, ushtruan 40 km për brenda një viti, 17 km që I fundit përfundon në vitin 2026, për t'u dhënë leja për lëshim në përdorim 3 muajt e parë të vitit 2027, do të thotë edhe këto lejet nuk I kemi marrë deri më tani, që është shumë e rëndësishme të përmendet, sepse çdo rrugë që është të bërë deri më tani nuk është marrë leja e përdorimit dhe kjo është një mangësi që neve nuk dua ta lejojmë në të ardhmen, qoftë për autostradën Shkup-Llac, të gjitha neve kemi patur problematika në projektim. Kjo është e vërteta, por I kemi të I kaluar ose I kemi heshtur vetëm për të fituar në kohë që të njëjtat të shtyhen më shpejt, sepse e dim nëse nuk e pranojmë një projektim, ai duhet të fillon nga e para dhe gjitha e procedurë merr kohë, ndërsa gjitha këto projekte janë projekte që presin me dekada për tu realizuar. Pse politikanët Maqedonas, kryesisht të VMRO dhe PMN-s, çdo herë e theksojnë faktin që projekti do të jetë I korridorit 8, pra
relativisht shumë i shtrenjtë, natyrisht ju e thatë një shifër 1 miliard e 300 milion, apo? Ose po, 1.3 miliard, po. 1.3 miliard, ndoshta edhe do të rritet kjo shifër, për shkak se me siguri gjatë rrugës së realizimit do të dalin çështje të pa planifikuara, por pse politikanët Maqedonas pra vazhdimisht kur bëhet fjalë për korridorin 8 e ritheksojnë këtë fakt. Dhe nuk thonë për shembull që korridori 10 gjithashtu do të jetë i shtrenjtë, sepse korridoret lira nuk është se ka. Po, të njëjtën e kanë thënë edhe për lidhjen që e kanë patur me Bullgarinë, realisht ka qenë një rrugë ose tunel që është shumë i kushtueshëm, ka patur deklarata edhe te korridori 10, po e dim se korridori 8 është më i kushtueshëm për shkak të gjatësisë që e ka më të madhe, por edhe në rrugën për shembull Kërçov-Ohor, ne me disa anekse kërkuam shtesë pasi që është prej vitit 2014 që është filluar realizimi, po kur është bë projektimi, normal që tani kanë ndryshuar çmimet, kanë dalë shumë të papritura në terren, një pjesë e mjeteve është përdorur, por nuk është bërë asgjë në terren, kështu që gjitha këto kërkojnë që të ketë rritje të kushtueshmërisë. E njëjta është edhe me korridorin 8. Pra, për ta shpjeguar për publikun më tepër, mund t'japim një konkluzion që Struga do të ketë lidhshmëri në korridorin 8 apo në rrugën Trebenisht-Qafthon. Pra, qytetarët e Strugës nuk duhet, po mundohem praktikisht të flas, nuk duhet të shkojnë deri tek një rrugë shumë e largët për të arritur në Qafthon, por do të ketë një lidhshmëri në cilën do të mund të dalin në autostradën kryesore. Nëse mund të flasim me terma të këtill. Po, e kuptoj, ta kemi më konkrete, më qartë, edhe realisht nuk është se nuk është diskutuar me kryetarin për shembull të komunës të qytetit të Strugës, me njerëz me ministrin e ekologjisë, me kryetarin e Ohrit, për të pa mundësi lidhje konkrete se si mund ta bëjmë këtë për të mos u anashkaluar Struga, kështu që e ritheksoj, e ripërsëris, Struga do të ketë çësje dhe lidhja do të bëhet me Shqipërinë. Korridori hekurudhor 8 me Shqipërinë është po ashtu një premtim, pasi nuk kemi hekurudh që lidh dy vendet, ndërsa binar hekurudhor kemi vetëm në relacionin Shkup-Kërshov dhe Shkup-Kumanov, të cilat janë në gjendje të vështirë për shkak të mos investimeve nga vitet 90, ndoshta nga komunizmi e këndej. Si do të lidhemi me Shqipërinë përmes vijës hekurudhore? Po, do të kemi 2 korridore paneuropiane dhe Maqedonia është në mesin e tyre, ai 8 dhe 10, e kemi edhe pjesën e korridorit 8 në aspektin hekurudhor. Hekurudhat e dini se në çfarë gjendje i kemi hasur në çdo aspekt të mundur, nuk është investuar fare dhe tani realisht janë lëvizur punët dhe po kemi progres në drejtim të hekurudhave. Lidhja do të bëhet, kemi marrë një kredi për pjesën nga Shkupi deri në Kërçov, duhet të bëhet rikonstruimi të njëjtës, këtë ka bërë drejtoria për hekurudha përmes Ministrisë për punë europiane, për çështje europiane, 3.5 milion euro për rikonstruim. Ndërsa sa i përket lidhjes me Shqipërinë, është pjesa nga Kërçova deri në qytetin Lin. Ktu nëse nuk gaboj është dikun 61 ose 63 kilometra, e gjatë. Lin është afër Pogradecit. Po, është po dhe edhe aty kishim një pjesë kur rrezikohet nga UNESCO. Kjo pjesa prej Kërçov deri në Strugë është në rregull tek ndalesa dhe prandaj drejtoria e hekurudhave e parapasë është më e udhës të ndahet në 2 faza, pastaj pjesa që kalon ndoshta pas Strugës deri në Ohër, që është vetëm kalim për tu lidhur me Shqipërinë, duhet të bëhet një riprojektim. Ajo që është shumë e rëndësishme është se unë isha para një muaji e ca në Tiranë, në forumin ekonomik, ku aty patjetër që me koordinim të ministrit propozova që bashkëpunimin që e bëm ose marrëveshjen ndërqeveritare që e bëm me Bullgarinë ta bëjmë të njëjtën edhe me Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo të tregon që të dy palët do të angazhohen dhe të dy palët do të punojnë në ndërtimin e kësaj hekurudhe. Për momentin pjesa Kërçov-Lin është në pjesën e fillestare do thoja për mbledhjen e dokumentacionit teknik. Kryeministri Mickoski deklaroi se politikanët shqiptar dhe mediat gjithashtu duhet t'i pyesin politikanët
shqiptar në Tiranë, i bie që ta pyesin kryeministrin apo ministrat e qeverisë shqiptare se pse koridori 8 përfundon 25 kilometra larg qafë-thanës. Zjadin Sela, njëri nga liderët politik shqiptar, i cili i pari alarmoi për devijimin e projektit, deklaroi se prej Teura e Bushtricës diku në Librasht me marrëveshje të re mes qeverisë së kaluar, jo qeverisë suaj, të Maqedonisë së Veriut dhe asaj të Shqipërisë, koridori nuk kalon në qafë-thanë, por bëhet një tunel, shkurtohet distanca dhe ky koridor pra del në Ladorisht, që gjendet 2-3 kilometra larg Strugës. Besoj kryeministri duhet ta di këtë, apo nëse nuk e di, është mirë të njoftohet nga ana juaj, nga ana e përfaqësuesit shqiptar në qeveri. Pa dyshim që ne kontaktet I kemi me zyrtarët e Shqipërisë, tani dim edhe problematikat që ata po ballafaqohen në aspekt udhëheqësisë në Ministrinë e Transportit, kështu që edhe komunikimi pak ka ngecur në atë drejtim, prandaj edhe ideja ishte kjo që të propozojmë një marrëveshje, që të ulemi edhe të shohim të gjitha të metat ku I kemi, sepse realisht nëse ne punojmë nga njëra anë dhe nuk punohet nga ana tjetër, mendoj që është loje humbur, është domethënë projekti humbur do thoja, kështu që në pjesën e infrastrukturës rrugore punohet edhe nga ana e tyre, tek Hekurudhat kemi ngecje në teren nga të dyja palët. Prandaj tek po iniciojmë ngritje ose reflektim mbi përmirësimin e gjendjes së Hekurudhave. Dhe tek jemi në faza shumë fillestare në disa pjesë, sepse siç e përmendet edhe ju në fillim të pyetjes, aty nuk është punuar qysh tani më sa vite. Thatë që komunikimi apo bashkëpunimi me palën shqiptare ndoshta nuk është në nivelin e duhur, apo është përshtypja ime e gabuar. Domethënë, ndoshta komunikimi nuk është aq I intensifikuar midis dy palëve dhe natyrisht nga aspekti I analizës politike duhet ta shtroj si çështje se ndoshta është mungesë vullneti për shkak të faktit që janë dy qeveri të cilat nuk është se në aspektin partijak politik kanë raporte të mira, për të mos hyrë në shpjegimet se ju jeni tafërt me vetëvendosjen dhe Albin Kurtin, Edi Rama dhe Partia Socialiste është shumë e afërt me Bashkimin Demokratik për Integrim, por mund të ndodhë që këto relacione ndikojnë, apo ju I keni raportet e mira ta zënë me homologun tuaj apo homologen tuaj në shtetin shqiptar? Kemi raportet të shkëlqyeshme. Këto projekte nuk kanë të bëjnë me atë se cilës parti takojmë, kanë të bëjnë me institucionin edhe me peshën që ka projekti për të mirën e të gjithë qytetarëve, shtetazve të Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë, kështu që sot jam unë, nesër është dikush tjetër, institucioni vazhdon, projektet vazhdojnë, kjo fare nuk ka rëndësi, për bindjet tona ose pëlqimet tona, kahjet tona politike. Këto janë projekte me shumë peshë më të madhe dhe shumë më lart se këto gjëra, do thoya, të vogla dhe preferenca të vogla. Raporti është I shkëlqyeshëm, e dini edhe ministri për punë të jashtme Mucunski ka bërë disa veçmë takime me homologen e tij, tani me homologun, ka patur ndryshime në qeverisjen Rama, edhe një prej atyre ndryshime ka qenë edhe pikërisht në Ministrinë e Transportit, këtë kisha fjalën që ndoshta për shkak të këtyre ndryshimeve ose edhe në qeverinë kurti e njëjta ka ndodhur për shkak të zgjedhjeve të njëpasnjëshme, disa punë janë zvarritur. Kjo është ajo që po thoja, por që raportet janë ndërqeveritare të shkëlqyeshme. Zonja Zekulli, cilat vende apo shtete I lidh koridori 10, ku fillon dhe ku përfundon ky projekt pan-evropian dhe cilat qytete në Maqedoninë e Veriut I lidh me autostradë? Do thotë kemi të bëjmë me autostradën Prilep Manastir, që është shtruar 11 kilometra e kësaj autostrade, lëshohet në përdorim tani në vitin 2026, ndërsa total kemi 40 kilometra autostradë e cila presim se do të përfundon deri në fund të vitit 2027. Pra deri në fund të vitit 2027, koridori 10 apo autostradat që parashikohen në koridorin 10 brenda teritorit të Maqedonisë së Veriut pritet të përfundojnë. Po sepse janë më pak, nuk ka për shembull sikur te koridori 8 që kemi shumë ura
ura që na lidhin, ura që ishim të thotë janë, tani mos më zini për fjalë se janë çështje edhe teknike dhe gjithat nuk mundem t'i mbaj mend se sa lartësi kanë dhe janë shumë rënd për tu punuar, por në të njëjtën anë punon Behtelenka si në korridorin 10, ashtu edhe në atë 8 dhe vërtet dua të ikja asaj se po ka preferenca të punohet në njërin anë më shumë ose jo. Edhe këtë ka deklaruar disa herë dhe ministri dhe kryeministri se fundja të gjitha qytetet janë pjesë e Maqedonisë së Veriut dhe nuk duhet t'i japim. Inshallah ndërtohen këto ura se në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkan përgjithësi nuk është se jemi të prirur të ndërtojmë ura edhe në kuptimin faktik edhe në kuptimin figurativ. Realizuesi i projektit Behtelenka vërtet bën një punë të shkëlqyeshme dhe është shumë serioz në punën që e bën, kështu që besoj që nuk do të kemi problem në atë drejtim. Në programin e qeverisë së VMRO-DPMNE-s dhe vlenit tashmë parti politike apo së shpejti parti politike formalizuar, është parashikuar pra ndërtimi i autostradës e tham Kërshov-Ohër dhe Kërshov-Bukoçani, ndërsa marrëveshja me Behtelenkën e detyron vendin ta ndërtoj rrugën Strug-Qafthan, apo më mirë thënë tani duhet të themi trevenisht Qafthan për të qenë më të saktë besoj. Por sipas programit qeveria obligohet që t'i ndërtoj rrugët kryesisht në Maqedoninë Lindore dhe unë duhet t'i lexoj për shkak të saktësisë. Gracko, Prilep, Rankovc, Kriva Pallank, ndërtimi i rrugës qarkore nga manastiri deri në pikën kufitare me Greqinë Mexhitlia, ndërtimi i rrugës shtetërore në Resnje, përgatitja e dokumentacionit projektues për rrugën Veles Çashk Prilep, përgatitja e dokumentacionit për rrugën Strumic Novosel pika kufitare Novosel me Bullgarinë, pastaj për rrugën Strumic Vallandov Smokfic Manastir Resnje, Resnje Ohër, Kavadar Negotin, Koçani Vinic Delçev, zgjerimi i rrugës Radovish Strumic, ku janë shqiptarët zonja. Padyshim që janë të kyçur, nuk e di kjo listë prej programit qeverisë. Domethënë programi qeverisë i firmosur nga kryeministri Hristian Mickoski i parashikon, e thash edhe në hyrje të pyetjes, rrugët që janë pjesë e korridorit 8 dhe ato theksohet edhe rruga Shkup-Blac, për cilën desha të flasim më vonë dhe doja ta theksoj, por këto janë rrugët që i parashikon programi i qeverisë. Në program të qeverisë nuk janë finale, programi i qeverisë ndryshon dhe shtohet dhe ne gjithmonë në seancat të qeverisë mund të shtojmë dhe të propozojmë edhe rrugë të reja dhe këtë e bëjmë dhe nuk është lista e plot, por që gjithashtu këto mund të jenë edhe pjesë e thirrjeve që qeveria ka bërë, që janë 2 thirrje, edhe aty kemi për komunat shqiptare gjithsej 61 milion euro me mbi 300 projekte, më konkretisht 306 projekte për komunat shqiptare. Dhe unë për këtë një vit e gjysmë mandat që e kam, sa herë që dal në terren, në viste malore, në vende të them rurale, por jo vetëm edhe në pjesët më të urbanizuara, zakonisht ata qytetarë ose ata banorë që më presin janë shumë të emocionuar për vetë faktin që asnjë person i vetëm deri tani thuan asnjë veturë zyrtare nuk ka ardhur tek ne të na i hap derën përveç kur kërkojmë vota. Kështu që kjo praktikë ka ndryshuar, ne shkojmë, shohim problematikat, kemi ndërmarr shumë hapa për ta përmirësuar situatën e tyre, kemi ndihmuar ose nëse e përcillni domethënë faqen time e shihni se unë pothuajse 1 herë deri në 2 herë në javë unë promovoj projekte që janë investime kapitale në për qytete të ndryshme. Isha në Dollnen, isha në Dibër vetëm javën e kaluar. Do të thotë nuk është një diskriminim i tillë, investime të tilla që rregullon ose isha në Strug, që është pjesë edhe e korridorit, edhe aty nuk kam arritur ende të shkoj në Gostivar, e kam në plan të shkoj javën tjetër. Gostivari është komuna me më së shumti projekte të aplikuara, nëse s'ka bëhem diku 20 plus i ka, kështu që nuk është një pasqyrim i tillë i saktë. Flisni për projektet të cilat janë pjesë e kredisë hungareze. Jo ato plus kemi edhe nga programi qeveritar padyshim. Do thotë kemi lista, nuk është e plot, por mund t'u asiguroj listën e saktë të gjitha projekteve që nuk janë të vetmet këto që i keni. Pra janë edhe rrugët të përfshira në të cilat jetojnë shqiptarët, dhe nuk janë vetëm
rrugët e Maqedonisë Jo, kemi lindore. intervenuar disa herë në problem. Sepse rrugët nuk janë etnike, Absolutisht, por absolutisht. këtu politika është etnike. Absolutisht pajtojmë që nuk duhet të kemi ndarësi të projekteve, edhe duhet përfshirja të jetë ose shtrirja projekteve të jetë e njëjtë në të gjitha anët. Ministri Nikolovski më 17 tetor të vitit 2024 ka thënë se ai është kundër korridorit 8, ne e tham pavarësisht deklaratave duhet t'i analizojmë veprimet, por gjithashtu ka thënë se ky projekt me siguri nuk do të punohet, ndërsa korridor më i arsyeshëm, pra sipas tij, sipas logjikës së tij, në aspektin ekonomik është korridori 10 sepse është drejtim më frekuentues në rajon dhe duhet kryhet në kohë. Pra, duket se përparësi ka korridori 10 para korridori 8, apo a mund të na thoni me shifra konkrete, për shembull, sa para që ta kemi ne më të qartë, që nuk jemi pjesë, domethënë, e përfshirjes së drejt për drejt në realizimin e korridoreve. Sa para janë shpenzuar deri tani për korridorin 8 dhe sa para janë shpenzuar për korridorin 10? Kjo deklaratë, siç thatë, është në vitin 2024, tani jemi në vitin 2026 dhe pra po kapemi për deklarata dhe fjalë, asnjë nuk pishojmë vepra. Ja, të kapemi për shifra. Sa para janë shpenzuar deri tani për korridorin 10 dhe sa para janë shpenzuar për korridorin 8? Ne si ministri i lëshojmë rrugëve shtetërore, ndërmarrjes publike, mjetet që i kërkon në total. Ne ato bëjmë. Behtelenkës, mandej ata bëjnë ndarjen e mjeteve sipas kërkesave të Behtelenkës, realizuesit të projektit. Do thotë është ndërmarrja publike rrugët shtetërore që bën ndarjen e mjeteve. Gjithmonë po synohet që të jepet një përshtypje se te korridori 10 po anohet më shumë, por që unë deri tani vetëm gjatë mandatit tim nuk e di sa herë kemi dalur në terren me ministrin dhe kryeministrin për të përuruar pjesë të korridorit 8 që po punohen. Kështu që nuk shoh dhe nuk ndjej një ndarësi të tillë, sado që ju po mundoni të ma impononi. Jo, unë nuk mundohem të imponoj, unë vetëm po kërkoj shifra reale. Nuk kam një shifër të saktë që them në ndarje, ju thash që kushton 1.3 miliard euro, 500.000 deri tani janë lëshuar. 500 milion. 500 milion euro janë ndarë. 500 milion. Dhe i bie që edhe 800 milion 95 milion dikun janë lëshuar vetëm në vitin 2026 dhe aq sa ka kërkuar Behtelenka, aq janë lëshuar. Në qoftë se tani sipas kontratës, në bazë të jo aq sa mund të kërkojë. Në kuptimin për realizimin e punimeve. Sa para? Nuk kam një shifër të saktë duhet në rrugët shtetërore, ndërmarrje publike rrugët shtetërore. Mirë. Po në qoftë se shohim për punën që është bërë, pa dyshim që një shumë e madhe ka shkuar te korridori 8, se përndryshe puna nuk do të ishte realizuar. Në programin qeveritar, siç thash për të qenë i saktë, dhe unë mundohem të jem sa më i saktë, natyrisht se duke u distancuar nga ekspertiza, sepse nuk është se është kjo ekspertiza ime, megjithatë për shkak të aktualitetit, natyrisht se e kam hulumtuar edhe këtë çështje, pra çështjen e korridoreve dhe çështjen e ndërtimit të rrugëve. Autostrada Shkup-Llac ekziston, por kur pritet të përfundoj? Ju disa herë keni deklaruar që do të përfundoj. Tani prap ministria, nuk po e citoj atë, po them që ka pasur gabime në projektim dhe kur mund të themi një jo datë, por një vit që ky projekt, kjo rrugë përfundon. Shkup-Llac, tema më senzitive, realisht, një projekt që 2 kilometra kanë kushtuar, vetëm 2 kilometra kanë kushtuar 50 milion euro. Dhe ju tash bëni atë kalkulimin se sa i kushtueshëm ka qenë ky projekt. Është përfunduar, e kam thënë që është një rrugë që nuk të shpia askon duhet të lidhet me 10 km/h tjetër. 10 km/h tjetër çfarë u bë brenda këtij një viti e gjys? U bë do të thotë pjesa e tenderimit për rrugën për 10 km, edhe pse kishim shumë pakënaqësi, kishim parregullsi, ndoshta do thoja, ishte një projekt që dukej shumë i komplikuar, prap i kushtueshëm, më i kushtueshëm në Europë, gjitha këto mirë, po kishim një grant edhe një kredi
prej Bankës Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Nëse nuk gaboj 30 milion euro është granti edhe dikun mbi 160 milion euro është pjesa e kredis. Në takimin që bëm me ata ishin shumë të vendosur që në qoftë se ne bëjmë riprojektim, bie në ujë edhe granti edhe kredia. Kështu që ne vendosëm në qoftë se është në suaza të buxhetit që mund ta përballojmë dhe tani ka përfunduar ajo fazë. Është faza e evaluimit. Si për pjesën Bukojçan Kërçofte, korridori 8, si për pjesën Shkup-Llac, dokumentacioni është i dorëzuar për evaluim dhe fjalën e fundit e ka Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Është e vërtetë që kam deklaruar që duhet të fillojnë, hajde mos ta teprojmë në kushte shumë të rënda klimatike, por në një pranverë të hershme, por që ende s'kemi përgjigje prej tyre. Bankës Evropiane për asnjërin për rritje dhe zhvillim. Për asnjërin pjesë. Hajde të themi se Shkup-Llac që kam e qëllimshme, por edhe për Bukojçan Kërçov po presim, kemi interesim, besomni, që jemi të angazhuar, që jo të bëjmë presion, po thjesht të rri me sy hapur për të parë se deri ku është procedura që më në fund ky projekt, kjo autostradë të fillon të ndërtohet dhe të na i lehtëson jetën të gjithëve, që frekuentojmë shumë. Zonja Zekolli, unë në hyrje të emisionit thash që jeni juriste, jeni profesoresh universitare fushës drejtësisë. Pse pranuat jeni zëvendësministre në një fushë që është tepër larg ekspertizës suaj akademike? Akademia është ajo që më flen, edhe e kam stërthan, edhe sot është një ditë shumë e rëndësishme që patjetër duhet të ndërlidhem. Janë studentët ata që janë poshtë zyrës time i shihja, para se të vija në emision dhe që realisht më bën krenar kur i shihja se më në fund u zgjuan. Në momentin që isha duke ligjeruar si zëvendës ministre, para disa muajsh më trokiti dikush në derë, isha me studentët e fakultetit juridik, salla ishte plot, edhe më kërkuan pikrisht ta çuna sot që po i shohim të zëshëm, të bukur, të mençur, që din të kërkojnë se çfarë duan, më kërkuan në nënshkrime, të mbledhin në nënshkrime nga studentët. Dhe me gjithë zemër e ndërpreva ligjeratën dhe u thash patjetër jam në krahun tuaj, shumë mirë që e kërkuat, se edhe ne dikur e kemi dhënë në gjuhën maqedone. Dhe qëndroj pas tyre fuqishëm dhe në qoftë se i vendoj në peshore, gjithmonë kam thënë se akademia peshon për mua më shumë. Dhe sot i përkra me gjithë zemër, me shpirt, por jo për të bërë një selfie me ta, jo për të përfituar, por duke hyrë këtu në studio, disa studenta i takova dhe më pyetën ana për krahni. Dhe padyshim që i përkrah, por me vepra. Edhe çfarë më bëri përshtypje sot nga protesta e tyre, ishte që ata kishin reflektuar dhe më bën krenar që janë aq të zgjuar dhe din ta vlerësojnë kur dikush është i sinqert me ta, edhe nuk po e përdor politikën për poena, nuk po e përdor për përfitime, po vërtet po mundohet me aq sa kemi kapacitet, s'po them që po bëj çuditëra, s'po them që po eci gjitha projektet, fundja nuk janë projekte të vogla, janë projekte strategjike që nuk varen vetëm prej një zëvendës ministri që në fund të ditës e din fuqinë e zëvendës ministrit. Kur më ofrua pozita, me të vërtetën nuk kam qenë në një situatë lakmueshme në jetën time për të bërë edhe një angazhim plus ose një stres më të madh. Unë jam optimiste si natyrë, jetën e shoh me pozitivitet dhe kjo më bën të ecë para dhe edhe politika tani për mua është diçka pozitive. Pozitive sepse ndoshta nuk shihet, por brenda ditës realisht ndihmojmë njerëz, shtym procese, mundohemi të bëjmë gjëra të mira. Por edhe është kjo pjesa tjetër, edhe unë kam qenë skeptike, duhet të jem shumë e sinqert me ty, kur më tha në transport, tash, unë jam juriste, civiliste, familjare, trashëgimore, po këtë fush nuk e kam, të njohur, por që kam një ekip shumë të mirë aty në ministri, të cilët më kanë qëndruar pas edhe realisht kam mësuar bashkë me ta. Edhe më tash paka shumë, të gjitha këto procedura prap kanë një bazë ligjore dhe duhet ndjekur, kështu që disi sikur jam kyçur. Por nga ana tjetër, politika është gjithmonë e them një rrugë shumë e errët, i ka të errtat e saj, qoftë në aspektin si një grua dyfishohet, trefishohet. Jo, këta nuk do ta thoni. Përse? Merrni si sugjerim nga unë. Mos e përmendni aspektin gjinor dhe unë ju bëj një rekomandim, zakonisht nuk jap rekomandimin në këtë emision, por një rekomandim që betejën duhet ta bëni pa e theksuar aspektin gjinor
sepse vetëm ashtu do t'jeni dhe duhet t'jeni të barabartë edhe brenda vlenit edhe brenda politikës. Për shembull, pse ju t'jeni zëvendës ministre dhe gjithë ministrat t'jenë burra. Po, pajtojmë me juve këtu. Betejën e bëjmë si burrat, për hir të së vërtetës e bëjmë. Ata që janë ose kanë përjetuar një funksion politik, kështu pak të themi të një niveli më të përgjithshëm. Rekomandimi ishte qëllim mirë. Shumë e marrë. Se unë merrem me përfaqësimin gjinor në jetën politike dhe kam bërë analiza nga vitet 90-ta deri më tani sa përfaqësuese gra ka pasur të dhënat janë frapante, sepse deputetja e parë shqiptare ka qenë Teuta Arifi dhe kjo ka ndodhur në vitin 2002. Jam i vetëdijshëm për kontekstin politik dhe sferën politike të shqiptarëve. Megjithatë, nuk është mirë ju ta theksoni. Jeta më ka bërë pak edhe burrë dhe grua, për hir të së vërtetës, dhe nuk bëj dallime në jetën e përditshme, që shumë shpesh janë shumë më të rënda si tema se sa të qenit zëvendës ministre dhe për të shtyrë para disa projekte, bashkarisht si ekip, se nuk shtyhen këto vetë. Por që betejën e bëjmë, por megjithatë rezultatet që i arrijmë, arritjet që i kemi, padyshim që ka impakt shumë të madh gjinia, edhe duhet ta potencojmë sepse vërtet çmimin e paguan shumë më shtrejt kur je një grua në politikë dhe ne historia na ka treguar se tani është ashtu. Ju thatë që keni qenë duke mbajtur ligjërata, vazhdoni të ligjëroni në Universitetin Nën Tereza, mbani mësim edhe duke qenë zëvendës ministre. Po, kam disa lëndë, por unë e mbaj një lëndë, tek të tjerat asistojnë profesor, të cilët e kanë titullin dhe asistent, unë e mbaj një lëndë sepse dua të ruaj kontinuitetin, edhe dua të jem afër kolegëve të mi profesor dhe padyshim studentëve të mi. Po, që ta sqarojmë për publikun se këto lëndë, pra këtë mësimdhënie e bëni pro bono, për shkak se ligji e pamundson që funksionarët publik dhe shtetëror të zgjedhur apo të emëruar të marrin honorare shtesë, sepse ju e dini që jetojmë në epokën e teknologjisë. Jo, nuk paguhem. Nuk paguhem. Dhe portalet do të mund dalin me tituj të ndryshëm që Kaltrina Zekolli paguhet si zëvendës ministre. Ndoshta do të bëni ministre. Uroj ta heqim atë dhe profesore. Jo, nuk paguhem, tani edhe mora titullin profesor inordinar dhe kisha edhe lant ose ankesa në antikorrupsion se si mundet një edhe pse gjithë më kanë thënë heshte, por nuk e shoh një arsye pse për ta heq kur nuk kam bë asgjë jo ligjore, kam mbajtur kontinuitetin, ka dëshmi që kam qenë, kam shumë student që e dëshmojnë këtë, ka edhe aty fleta ku ju e dini në shkruaj me gjitha ato, kështu që unë nuk paguhem për këtë, gjithçka është transparente, shkoj vetëm prej dëshirës dhe vullnetit që kam. Sa e pasur jeni zonja Zekolli, sa pasuri keni deklaruar në Komisionin e Antikorrupsionit? Kjo është pyetje që u bëj të gjithëve atyre që janë në këtë studio dhe që janë aktualisht në pushtet. Po. Një vlerë totale, një shumë nuk e kam, ndoshta e keni është publike dhe ndoshta e keni pa më mirëson, ju betohem se nuk e di. Unë e pash një shifër e publikuar që ishte dikun 293.000 euro. Okay. Kjo është relative pastaj. Okej, do të prej ditës kur kam marrë mandatin, unë kam bërë çmos e para më duket jam që kam deklaruar gjithçka për të qenë transparente. Disa procedura ose disa pronësi ka që ndashti deklaroj më vonë për shkak të procedurës së trashëgimisë, për shkak të humbjes së bashkëshortit. Dhe ja ka shkuar një periudhë derisa unë kam arritur që ti rregulloj ato çështje dhe të mundet prona të deklarohet, por gjithçka që kam me pronësi është e verifikuar kur është fituar, si është fituar dhe absolutisht nuk kam asgjë për të fshehur. Zonja Zekolli, ju thatë që jeni në politik për të kontribuar dhe natyrisht që kur hyni në politik keni qenë e vetëdijshme se do t'jeni cak i kritikave, ndoshta edhe akuzave, një ndër to u është bërë, besoj e dini. Portal më 15 qershor të vitit 2025 publikoi se 9.000 euro nga komuna e Çajirit, kur kryetar komune ishte Visar Ganiu, janë ndarë restorantit apo kafeterisë Njësh që gjendet përballë gjimnazit Zeflush Marku dhe që është në pronësi
tuaj, tani ta qartësojmë, është në pronësi tuaj apo jo, që të vazhdojmë me pjesën tjetër? Asnjëherë nuk jam deklaruar për këtë temë, përveç një statusi që e kam bërë në Facebook, se më është duk shumë e panevojshme. Sepse me të vërtet, kur ke një ndërgjegje të pastër, edhe gjithçka bëhet më e thjesht, buzëqesh, vazhdon tutje, sepse e din, flen e qetë. Kjo jam shumë e vetëdijshme për të akuzat që po bëhen edhe sot më ishte bë një status e poston për një qendrim tandem me një herë të përplaset ai lajmi i njëjtë për njëshin dhe nuk ka fare të bëjë me kët. Ajo pronë jam bashkëpronare, e kam trashëguar nga bashorti. Nuk jam e sigurt, diku 9 vite e kemi këtë pronë në pronësi, jo vetëm këtë pronë, por edhe një firmë tjetër për ndërtimtari e kam trashëguar nga bashorti. Ajo ka qenë shumë jo aktive prej ndrimit të jetës së tij. Tek njëshi nuk kam qenë fare e kyçur në kuptimin e udhëheqësisë, sepse kemi drejtues të një firme dhe pronar. Si pronare, si nën e 2 fëmijëve me shumë angazhime tjera, më së paku e kam patë të nevojshme unë të kyqem aty tek lokali. Dhe ta potencojmë se në një botë aq korruptive, me një të kaluar aq korruptive në vendin tonë, ku gjithmonë flitet për miliona, jemi duke folë për 9.000 euro keqpërdorim. Këtu besoj e kam vendin e parë të paktën që akuzohen për një shifër më të ulët në historinë e politikanëve, flasim për 9.000 euro. Lënda është në antikorrupsion. Siç e keni parë edhe për procedurën e bashortit, ku nuk kam hapur një telefon për të kërkuar një ndihmë diçka për ta përdorur pushtetin tim, e njëjta ndodh dhe me antikorrupsionin. Është lënda aty, në qoftë se ata vlerësojnë, ata janë kompetent, që është bërë ndonjë lëshim, është bërë ndonjë keqpërdorim, unë jam këtu, qëndroj publikisht dhe do të mbartë përgjegjësi. Por një dua ta them, unë nuk kam hyrë në politikë për të keqpërdorur ose për të përfituar. Koha do ta dëshmon më së miri dhe kaq kam për të thënë. Vetëm ta qartësojmë sepse ne marrim si të mirëqenë përgjigjen tuaj, por analiza thekson se mjetet janë ndarë pa shpallje publike dhe me marrëveshje sy më sy brenda një viti jo të plot. Pra diku brenda 9 muajve janë ndarë nga komuna e Çajirit dhe komuna ka dhënë një përgjigje jo shumë e cila është pra ndoshta e besueshme, se ato mjete janë dhënë për të mbuluar shpenzime të klubeve sportive të cilat janë ushqyer në atë restorant, pra i bie tjetë restoranti juaj me emër specifik dhe simbolik, Njësh. Kështu, në atë kohë unë s'kam qenë bartse një funksioni politik, edhe unë, ajo është një lokal publik që mund ta frekuenton gjithkush edhe ka detyrim që të paguaj. Sigurisht, në ndërta jam edhe unë që po, ju kemi aty të rregull, kështu që në Çajir nuk ka shumë edhe shumë lokale të tilla me ato ambiente që i kërkojnë. Kryesore është që ju marrëveshje sy më sy s'keni bërë, si pronare. Absolutisht jo, absolutisht me përgjegjësi të plot, e them absolutisht jo. Komuna çfarë ka bërë, është komuna që i ka lëshuar, përgjigjen e keni të komunës, kush do të shërbehet në lokalin Njësh, padyshim që do të paguan, por këtu përfundon e gjitha. Zonja Zekolli, shumë faleminderit që ishit në dialog të lajmi, shpresoj që ishte dialog i mirëfillt, i hapur dhe shumë tema pra tentuam që ti shqellojmë. Ne do të jemi në komunikim për të parë e curin dhe për të mbajtur për fjalë se çfarë është realizuar nga projektet edhe të korridoreve, por edhe për rrugën Shkup-Bllac. Të faleminderit shumë për ftesën, e shijova shumë, të faleminderit për mundësinë që më dhe për të deklaruar për projektet që janë në vazhdimsi e sipër. Uroj që në takimin e radhës të kem të reja për të shpalosur. Shumë faleminderit. Grazie.